Jasit eliminoni menjëherë erën e keqe të gojës. A e dini cilat janë shkaqet e erës së keqe të gojës? Ndonjëherë disa ushqime që përmbajnë vajra të caktuara siç janë hudhra, qepa dhe ushqimet pikante mund të shkaktojnë një erë të keqe të gojës. Ekspertët tregojnë se duhet të tregoni të vëmendshëm ndaj çdo problemi që shkakton erën e keqe të gojës. Personat që mbajnë një dietë me erë të keqe të gojës mund të kenë edhe një metabolizëm vërtet të brisht, të cilët mund të ndikojnë edhe në çështjet e tyre shëndetësore. Një pjesë e erës së keqe të gojës mund të vijë edhe nga problemet të hundës, të fyti dhe pjesë të tjera të frymëmarrjes, për shembull si infeksionet e frymëmarrjes që mund të çojnë në probleme të rrugëve të sipërme respiratore. Nëse keni erë të keqe të gojës, filloni ndryshoni rutinën e larjes së dhëmbëve. Pastroni dhëmbët tuaj me fill dentar dhe gjithashtu konsultoni me dentistin tuaj her pas here. Filloni me pastrimin e dhëmbëve, pastrojeni ato me fill dentar dhe gjithashtu furçën e dhëmbëve e ndroni të paktën një herë në 3 muaj. Kështu, higjiena juaj e dhëmbëve do të jetë më e fortë dhe akoma më e shëndetshme.